Gjykata kushtetuese ka pranuar të shqyrtojë ankimimet e paraqitura nga Ilir Meta dhe Ilir Beqaj, dy prej emrave më të lartë të politikës shqiptare që ndodhen në hetim nga prokuroria e posaçme. Sipas vendimit të bërë publik në 23 dhjetor 2025, kushtetuesja do të zhvillojë seancën për ankimimin e ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj, i cili kërkon shfuqizimin e masës së sigurisë arrest me burg. Beqaj ndodhet në qeli prej 3 korrikut 2024 pasi është marrë i pandehur për abuzime me fondet e SASP-it, institucionit që ai drejton. Në kërkesën e tij, Beqaj pretendon se të gjitha vendimet e marra nga gjykata e posaçme që nga momenti i caktimit masës e deri te vazhdimi i saj janë në kundërshtim me kushtetutën dhe të parsyetuara ligjërisht. Ankesa e tij do të shqyrtohet në bazë dokumentash pa praninë e palëve, ndërkohë kushtetuesja ka vendosur të marrë në shqyrtim edhe ankimimin e ish-presidentit Ilir Meta, i cili ndodhet në qeli prej 21 tetorit 2024 në akuzën për korrupsion, pastrim parash dhe mosdeklarim të pasurisë. Meta kërkoi rrëzimin e vendimit të gjykatave të mëparshme që kanë lënë në fuqi masën e arrestit ndaj tij, duke argumentuar se janë cënuar të drejtat kushtetuese të mbrojtjes dhe të gjykimit të drejtë. Të dyja çështjet kanë ngjallur interes të madh publik dhe politik, duke konsideruar një testë për balancat e drejtësisë së re, në veçanti për rolin që po merr gjykata kushtetuese në kontrollin e vendimeve të SPAK dhe GJKK.